Apollonia jeton ditët e mira të saj duke numëruar fitore dhe pikët në ndjekje të fqinjit luftetar. Në radhë ishte Sopoti këtë herë që pse 2 gola dhe doli i mundur nga një fushë që tashmë ka vetëm një emër fituesi dhe ky është Apollonia. Një pjesë e parë e cila ka nisur paraste në 10 minutat e para që si duket shërbyen për të studiuar njëra tjetrën skuadrat. Në kaq më pas, në skenë shfaqur Apollonia dhe sulmuesit e saj që kanë rrezikuar disa herë me Rajkovic, Dimon apo dhe mbrojtësin Kaja i ardhur nga mbrojtja. Në minutën e 24 është Rajkovic që shfrytëzon mjaft mirë një pas dhe godet sakt duke ndryshuar shifret e takimit 1-0. Miqt Librazhdas kanë vetëm një mundësi goli në të 39-ën, por portieri Çako grushton dhe rreziku harrohet. Pjesa e parë mbyllur këtu, ndërsa e dyta ka i përsit pa diskutueshme për vendesit. Lakmia dhe dëshira për të shënuar i nxiton sulmuesit të vijnë në garë për të dyfishuar rezultatin. Megjithatë, pas disa rasteve të shpërdoruar, njeriu gol ka emrin Rajkovic, që në fund të ndeshjes bën një kryevepër edhe pse ndodhe me shpinë nga porta. Goditja e tij spektakolare sjell në jetë një Eurogol, bardhë jeshil, që mbyll këtë sfidë me shifrat e pastra 2-0. Apollonia tregon se vlen dhe është pretendente serioze për Superligën, pavarësisht që luftëtari ruan pozitat e krye dhe mbas fitores së fundit